Përshëndetje miq, sot data 13 tetor, ne kemi dhe pak mollë për pastrim dhe do vazhdojmë me plerimin organik të pemës, të cilit nga ky muaj deri në muajin dhjetor është mirë t'i pajisim gjitha pemët me ple organik, duke i ushqyer mirë, ato prodhojnë çdo vit, edhe kemi prodhim shumë të mirë edhe po thuaja se është bio, sepse për të prodhu bio është shumë e vështirë, por nëse je marakli arrin ta bosh. Dhe në qoftë se ne i shojmë rreth 60-70 kg ple organik lope ose 30 kg nga këto klasat e pulës, është e mjaftueshme për një pemë dhe nuk do asnjë lloj plehu tjetër kimik. Sepse siç e dim, plerat kimike vetëm kanë makjazhin e bukur, ndërsa për gjërat tjera e dini vetë dhe ju. Ndiqe sa do një pemë. Ja pasi që u thash, kjo ka akoma ende molla, nuk i kam pasur gjithë bllokun, kanë dhe ca, por unë kam kohën dëshirë dhe do t'u hedh nga një thes me ple, si kumullave, mollave, të gjithave, dhe po ta shohesh këtu, ndanë ku një pemë është e ushqyer mirë, ja këtu e kam hedh rreth një thes, to do përhapen gjatë gjithë dimnit vetë, klasa pule, dhe danë bari që është jeshil dhe i ushqyer mirë. Gjem dhe molla akoma të mira këtu, që kemi në tokë. Këtu më kujtohet kur isha fëmijë, shkonim atje, dhe pema, si thash, do një thes ato klasat e pulës. Ja, do e mostrojmë. Dhe nëse i hedhim ne një thes nga këto, kjo e ka mos të mjaftueshëm, se kjo është mbi 30 kg ka klasë e quajmë ne. Klasa pule është numër 1 dhe është i thatë ki. Ja, nuk ka nevojë për shumë derdhje, ja. Të shi kjo pema gjatë gjithë dimnit do të ushqehet mirë dhe do na jape prapë rezultat të mirë. Në qoftë se e ushqejmë mirë, na prodhon çdo vit dhe ka prodhimin vërtet të mirë miq. Po si kjo edhe tjerat më radhë do të hedhim gjithave nga një thes. Për gjithë maraklit e frutikulturës dhe të fshatit, Tulç Diku ju uron një ditë mbar gjithëve. Respekt.